Të nderuar besimtar, ja pra muaj Ramazanit po afron me mbarimin e tij, ditët dhe netët po kalojnë. Ata që agjëruan, ata fituan. Ata që u falën namazet obligative të raviz natës, ata do shpërblehen. Ata që dhanë lëmosh do shpërblehen. Ata që lexuan Kur'anin madhërisëm gjatë këtij muajit, pa dyshim që do të vjenë si ndërmjetësues dhe dëshmues para madhnisë Allahut kur të dalin. Ata të cilët ishin të nënshtruar dhe të bindur ndaj Allahut madhërisëm këtë muaj, ata kanë arritur të shijojnë mrekullitë shpirtërore të këtij muajit. Fituesi vërtet i këtij muajit shenjtë Ramazanit është ai i cili është përgjigjur Allahut madhërisëm, ai i cili i është përgjigjur urdhrave dhe porosive të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fitues është ai që ka luftuar me veten e tij, nefsin e tij, për të arritur kënaqësinë dhe mëshirën e Allahut madhërisëm.